Parapitje 1. Në qoftë se thërrisni ata që pa favorizuar njëri gjykon sipas veprës së secilit. Veprës. Shkelim ligjin apo jo? Sepse ligjdensi në Jakobi 4 do gjykojë apo do shfaqsojë dikë. Romakëve 2:13. Ata që dëgjojnë ligjin do të shfaqsohen, do të. Shikoj pak kohën e foljeve, do të, njëri për gjithmonë. Ezekieli 36, 37. Jeremia 31. Ligji do shkruhet në mendjen e zemrës kur të ringjallemi, që të mos mëkatojmë atere. Tani nuk ka shkruar akoma, ne do ta shkruajmë duke lexuar. Ne shkruajmë në zemrë, në mendje, të meditojmë tek ligji i tij ditë e natë për të qenë të frutshëm. Jo, tani kanë frutshmëri të tjera, nuk duhet ligji, s'është nevojë të meditosh. Vëlla ti je. Ai. Okej. Duke ditur që ne tani do ta kalojmë kohën e shtektimit tonë, me frikën e çfarë nderin e Atit Yahweh, si është, duke zbatuar ligjin e Tij, duke besuar tek Mesia Yeshua. Këto dy komponentet nuk ndahen, dhe po ta heqësh atë siç fjalën por që nuk ekziston nga origjinalja, që nuk ka asnjë lloj fjale të tillë. Dhe masandaj ti kupton që këto dy hire, këto dy favore, këto dy ndihmesa, këto dy lavdi dhe dashuri dhe urtësi që na dha, ne mund t'i mbajmë fort në zemrat tona. Ne u shfaqsuam, u pastruam nga shkelit e ligjit për disa që ka ndodhur, që të mos jetojmë, thot, me mënyrën e trashëguarit të etërve, po i shkruan dy me fiset e Izraelit, të rilindur, siç Jakobi shkruan në letrën e tij, që në fillim të kapi i thuj dallon kujt i shkruhet, kujt i adresohet. Këta trashëgimi i etërve ishin disa mënyra tradita njerëzish. Sa tradita njerëzish ke në protestantët sot? Që ti duhet të dalësh, sepse nuk do shpëtohen ata, ti duhet të shpëtohesh. Ata ka rrugën e tyre, ti çfarë do bësh? Vetë se ju tha mund të pendoheni nga shkelit e ligjit, tha Mesia. Tha, por Marku 1:16, Luka 13:1 dhe 2 dhe 3. Shpenguar do thotë të pastruar, dolët, u çliruat më tepër, më fal, çliruat. Efesianë 2:8-9. U çliruat nga rrjedha që mbante peng nga Babilonia. Një person po i shkruhet një person Bibla që ka vulën e Atit në ballin e tij, duke ndaluar së shkelu ligjin dhe besuar tek Mesia Yeshua. Ka marrë frymën e shenjtë dhe ai person fillon e lexon për të ditur ligjin për të mos mëkatuar, sepse Mesia e ka në zemër. Dhe ai do që të ketë, nëse ka, që të ketë të dyja në zemër në tij. Sepse prej mbushëllisë, e shikon që erdhi prej mbushëllisë, mbushëllia e Atit e plota, e mbushura, që përcakton dy gjëra që ti dhe unë kemi nevojë. Dy gjëra. Vetëm këtu po të ndalojmë, nuk do të vazhdojmë përpara. Mbushëllia e Tij, e plota e Tij, zemra e Tij. E ndajmë dot Atin? Po e ka ndarë sot. Ai ishte, tani është, moral civil ritual, fillojmë bëhemi kasap drejt Atit Yahweh. Nuk është urtë. Ndërkohë Mesia Yeshua i çmuar, qingji, pa njolla, pa të meta, duke mos shkelu ligjin, duke ecur në ligjin e Zotit Yahweh. Psalmi 111 thotë, duke ecur në ligjin e Zotit Yahweh. Do ta marrim atë varg, sepse çdo gjë që unë citoj nuk mund ta lejmë në atë mënyrë. Që ti të kuptosh të zbërthejmë shkrimin, Biblën e plotë, me vargje, tushmërisë me anë të vargjeve, pa njollë, pa të metë, çfarë ndodh? Si e bëjmë vëlla motër shqiptar? Nuk ta ka fajin vllai. Ne kemi neve në zemër, ka diçka që neve duhet të shikojmë gjërat ku jemi, me Krijuesin, duhet të shikojmë. Një rrugë pa njolla ecën në ligjin e Zotit Yahweh, dhe ai person është i bekuar. Lum ata, tha fryma e shenjtë. Tha Ati Yahweh.
që ti ta marrësh. Panjollë, pa të metën, atë rrugë, ecë në ligjin e Zotit Jahve, si që vajosuri në Mesia Jashua, eci dhe ai, dhe ti ndjek gjurmët e tia, por neve citojmë, do ecë unë, po eci që ai eci të ndjek, ndërkohë ndjekjet ja diku tjetër, për ndjekjet janë mazandaj, për ata që duan të jenë panjolla, normal, në ato ditë do përndiqen, për shkak të drejtësisë, lum ju, tha Mesia, lum, apo ishte ndryshe, fryma e shenjtë ishte mbi Mesian, lavdiatit e plotë. Tani, të bekuar janë ata, lumë ata që do përndiqen për shkak të drejtësisë. Do përndiqen sepse ata po ecin në ligjin e drejtë dhe nuk janë kështu në palishmëri. Paktën po mundohen. Ti mund të mundohesh që sot. Zoti Jahve kishte paranjohur për para krimit të botës, Mesian Jashua në zemrën, në njohurinë e tia, urtësinë e tia që do shfaqeshe për të u shfaqur, nuk e shfaqur më përpara, u shfaq në kohët e fundit, për ne, u shfaq, Hebrejnë të 1, tani, në kohët e fundit, foli tani, në kohët e fundit. Ne flasim urtësinë e fsheu të Zotit Jahve në mister që Elohim, Zoti Jahve, kishte para përcaktuar në mendjen e tij, në vullnetin e tij, për lavdin tonë, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e kanë njohur, sepse po ta kishin njohur nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Po e vëm Elohim për të ndarë atin Jahve nga biri i tij. Kush është? Zoti është një titull në fundit që e ka ati, e ka i biri, e marrin engjëjt, e marrin personat, dhe masandaj në kontekstin e dur jepet dhe balve dhe demonve. Shikojmë si përdoret, kush e ka, cili është konteksti. E beri Zot Moshen kundra faraonit. Themi, Zoti, Arjan, të zemë, Zoti, do thotë është një titull nderi, mori titullin Mesia. Urtësia e Zotit Jahve e fsheu në mister, urdhrimet e atij ligjit, ajo urtësia, është libri urdhrimeve të Zotit Jahve, ligji i tij që qëndron për gjithmonë, për jetë, që Mesia Jashua e praktikoi dhe u shfaq ligji i tij gjallë. Mesia Jashua, për te, që abbiamo predicato per 5 anni, già, të njëjtën gjë, kemi predikuar për 5 vjetët e fundit, ligjin e gjallë, Mesian Jashuan, që ti ecës siç ai eci. Po ti thua është ligji gjallë, mazandaj kalon me Galatasve. Ligji gjallë i përjetshëm u hoq nga apostulli. Apostulli unë ngrit për mbi atin. Kalovi autoriteti për mbi atin. Jahve? Më falë. Gjo, babushi. Ule zërin të këtë. Ule zërin. Lavdi jemi të tia. Lavdi jemi të tia. Prej ti, prej Mesias, falë prej ti, prej Zotit Jahve, ju jeni në Mesian Jashuan, prej ti, sepse edhe ai dhe e beri ai urtësi për ne, Mesian Jashuan, i cili nga Elohim, dhe nuk është Mesia Jashua, Zoti krijuesi, siç mendojnë sot akoma. Ajajaj, ku jemi? I cili nga ati vet, Zoti Jahve, Mesia u be, urtësi, drejtësi, shenjtërim, veçim dhe shpengim, që sikur se është shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin Jahve. Urtësi që ti ndalon së shkeru ligjin, ecë në drejtësi duke zbatuar, kështu veçohesh, dhe në atë ditë shfaqsohesh, shpengohesh njëre për gjithmonë. Zoti Jahve, mbasi u foli, Hebrejve 1, u foli në rastësi shumë herë, në shumë mënyra etërve, me anë të profetëve në të kaluarën, në shumë mënyra, por në kohët e fundit, së fundmi në këto ditë na ka folur me anë të birit të tij, të cilin e beri trashëmitar të gjitha gjërave, për shkak të cilit, për llogaritë të cilit, e krijoi gjithësinë për t'ia dhënë birit të tij. Dhe ai
Mesia Jeshua, duke qenë shkëlqimi i lavdisës së tij, së Atit, dhe Mesia është vula e qenjes së Zotit Jahweh, duke i mbajtur të gjitha me fuqinë e fjalës së tij, Ati Jahweh. Mbasi e beri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e madhështisë në vende të lartra, Mesia Jeshua, dhe u bë më i lartë se nga engjëjt, dhe sa më të madhërishëm se ata që një emër ai e trashëgoi, u bë e trashëgoi. Nga kush? Nga Zoti Jahweh. Nga Elohim u bë. Mori atë titull që ti dhe unë, duke shikuar gjurmët e tia, ai nuk e shkeri ligjin, okay, besoj tek ty, ama besoj, por do shikoj beson e personi dhe do ndjekë sjelljen e tia. Jo më besoj dhe mos andaj ndjek gjëra të tjera. Çfarë është urtësia? Urtësia është frika Jahweh që ti ndalon se shkelu ligjin e tia. Po me të përmendur vllai ligjin, disa janë shqetësuar, kanë ikur, s'kan dëgjuar akoma. Përse? Sepse me anë të ligjit nxjerrën në pa ku jemi. Po ja 20-30 vjet, ti nuk e di, po në atë moment mund të shëmëzosh që sot me zero. Si që shëmëzovi dikush që ese në çfarë? Në traditat e njerëzve. Kishte ai kalendaret e vet, tradita pagane, kishte, pasandaj nuk kishte akoma papat në atë kohë, po kishte papat e tia, apostulli Shaul, kishte farisejtë në atë kohë, është e njëjta gjë. Peshja, kombet kanë ndryshuar, është e njëjta situatë, se shikon papan, e shikon mune muri atje në Jeruzalem, me farisejtë, që shkojnë me kabalistët. Tradita njerëzish. Jemi vëllezër motra të tërë, jemi të tërë. Për thoma sandaj dalim në Itali, po do flasim për shenjat, për shenja e kohës së fundit, po flasim njerë për shenjë në zemrat tona, që është pendimi nga shkelit e ligjit që nuk ka ndodhur. Që ti dhe unë të zbatojmë ligjin, Romakëve 2:13, që është drejtësi për ne, që ti jemi të drejtë përpara Atit, kështu veçohesh dhe kështu shfaqsohesh në atë ditë, ringjallesh në atë ditë. Po ja, unë po mburem, unë e njoh. Ajajaj, e njohim si e njohim Atin, duke shkruar ligjin e tia? Tu mburesh ti dhe unë? Unë shkel sabatin, ja unë e njoh, lavdi emrit të tia, unë e shkel sabatin, ja do vi sabat dhe shkel. Kështu e njohim? A nuk të di për ngrenje pastën? Do vazhdoj të, ja, përse duhet të mbajemi peng nga kjo botë, nga kjo rrjedhë, nga frika, nga presionet, vllamotë shqiptar, për të mos zbatuar ligjin? Ajo është plani të ligut, bëj urtë në emër të Jashuas. Bëj urtë të dilë që sot. Hura të Izraelit, hura të Shqipërisë, gra të vegjël, të moshuar, të rinj. Dëgjoni këtë fjalë, Jashua Nazareas, njeriu aprovuar nga Zoti Jahweh, për ju me shenja dhe vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Zoti i beri, ndër ju me anë të tij, me anë të Mesias, siç ju vetë dini, i aprovuar nga Zoti Jahweh, dhe Zoti e beri, i aprovuar prej tij, çdo gjë, prej Atit Jahweh. Fryma e shenjtë, siç folëm pak më përpara, era, masandaj, është e lidhur me eventet, me çfarë, me motin, shikon, e ndjen, e prek. Frymarrja që neve marrim është biologjike, vjen brenda në mushkrit tona, shëron, pastron, na zgjon, na jep jetë, fryma e tij dhe nëpërmjet fjalës, mësimit, lavdi emrit të tij, që është ligji i tij. Fryma e Elohim lëvizte, fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave, dhe kjo fjalë shfaqet 2 herë në Bibël. Këtu në Zanafilla dhe masandaj shfaqet që është fjala marafet. Okej. Që shfaqet edhe në ligji për të rirë. Marahefet. Okej, diçka e tillë. Është hebraishtja është mrekullueshme, por përmend çik punimin. Si shtam, që fryma e Zotit Jahweh lëvizte, fjala lëvizte, fluturonte, përmendet kjo fjalë vetëm 2 herë në Bibël. 2 herë në Bibël. Dhe të shikojmë herën tjetër si përmendet. Që nga Zanafilla që fryma fluturonte dhe masandaj Ati foli dhe krijoi,
Në ligjin për të rirë 32, siç ti e shikon në ekran, ai e deti një tokë të shkrejtë, në një vetmi të helmuar dhe të mirë. Ai e rrethoi për atin Yahweh dhe u kujdes për te, dhe e ruajti si bebja e syrit të tij për popullin e tij. Ashtu si një shqiponjë nxit zogjt e saj. Gjojo. Merë putit. Më fali, djali po. Iqate, mbyllet Gjojo. Mbyllet të lutem babi, lecina. Ule zërin të lutem. Okej, kaq. Mos e ngrime. Ashtu si shqiponja nxit zogjt e saj, fluturon mbi të vegjit e saj, shtrin kratë e saj, i merr dhe i mban mbi kratë e saj, kështu ati beri dhe ben dhe mund të bëjnë jetën tënde, kur ti dhe unë konsiderojmë ligjin e atia, një nga librat është ligji për të rirë, por ligji që fillon nga zanafilla deri në këtë rast tek ligji për të rirë, dhe fjalët e urta dhe profetët dhe psalmet i konsiderojmë sepse janë pjesë e ligjit të tia. Profetët janë parashikime dhe sjellja e ligjit që shikojmë. Zoti Yahweh kishte dërguar frymën që krijovi dhe fluturonte. Dhe thot fryma tani thot është e njëjta gjë që ushqen dhe neve dhe ati mbron me kratë e tia. Dhe ne jemi të vegjël përpara tij. Ne jemi bijtë e tij nëse ke hyrë në beslidhje dhe hyrë që sot. Mos vazhdo të thuash unë jam dhe unë besoj, sepse ajo është një mashtrim që Satani vazhdon të implementojë në zemrat tona. Kemi shërbyer për vite me radhë, e morëm ta shëquajtur lajm të mirë që në 93-shin. Janë 46 vjet tash. Çfarë do të thotë? Do të thotë që duhet kemi një njohuri të vërtetë, jo sepse nuk përcaktojnë vitet e njohurisë së shkrimit. Sepse vitet nuk llogariten në fundit, po llogaritet realiteti dhe njohuria që çfarë ke. Ke njohuri të çfarë është mëkati? E para Gjoni 3:4, që aty fillon fluturimi tënd i mirë, fillimi tënd. Zoti Yahweh, fryma e tij nuk është distant, në një dimension të paarritshëm, por është akoma më afër se ne mendojmë. Dhe ati është më afër në jetën tënde, është afër nëse ti e kërkon dhe pendohesh nga shkelit e ligjit sot. Dhe nuk fuqizon frikën tënde, nuk fuqizon krenarin tonë për të vazhduar akoma për ta shkelur ligjin e atit të tia. Nuk është një rrugë e mirë. Fryma ishte në fillim para dritës, para tokës, para jetës, e para fjalës që u shqiptua, para se fjalët e para të shqiptoheshin, fryma ishte atje. Fryma ishte që në fillim, dhe kemi masandaj ditët e krijimit dhe ditën e 7 që Zoti Yahweh pushoi, dhe ne na thot pusho në mua kur pushojmë në urdhrimet e tia, kur qëndrojmë në urdhrimet e tia, si ajo shqiponja qëndronte mbi zogjt e saj. Që ati mund të qëndrojë në jetën tënde kur ti e unë qëndrojmë në urdhrimet e tia, që është karakteri i tia. Krijimi filloi në këtë ambient që ishte nën praninë e tia dhe çdo gjë u krijua, dhe kur ti e lejon frymën e shenjtë të vi në ambientin tënd, në të brendshmin tënd, në zemrën tënde, duke ndaluar së shkelu ligjin dhe besim tek Mesia Jeshua, kështu merr dhuratën e frymës së shenjtë kur shkon dhe pagëzohesh, dhe kështu fillon një jetë e re, siç filloi në zanafilla. Krijimi i tia i vërtetë, kozmologjia biblike, prandaj shikojmë që qielli është blu, se kemi një det që masandaj nuk është me, tha në zbulesa, thoshte Gjoni, pas që deti nuk ishte me, normal që do hapet dhe do zbresi qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që është përgatitur një strukturë që është pothuajse sa Amerika, sa Europa, që nga Greqia e plotë deri në Spanjë ngjitur lart përmbi veriun e Anglisë. E quhen qytet atje, dhe brenda janë banesat e të veçuarve,
që do zbresi, që Abrahami priste qytetin, që nuk e ka krijuar dora e njeriut, por e ka themeluar, e ka krijuar Zoti Jahwe. Ky është krijimi dhe ky shtresat masandaj, qejt e tia, që themi neve ato hapësirat frymërore, që quhen the realm of the spirit, thonë masandaj në anglisht. Ja ku ke poshtë ferrin, ja ku presin masandaj nga krahu tjetër, që këtu nuk mund të kaloj, të ishte një mnerë, dhe këto thot profeti Enoku që shikohen, kanë autoritet, vëzhgohen nga engjit, të dy kompartamentet, poshtë masandaj ke kartarin tjetër. Fryma e shenjtë, ati Jahwe, prania e tij, fjala e tij, biri i tij, janë afër, mund të të mbrojnë, dhe janë aktiv sot e kësaj dite, dhe janë të gjallë. Ta, asnjë tjetër. Vazhdojmë në zanafilla. Dhe Elohim Zoti tha, u bef të drita dhe drita u be, dhe Zoti pa që drita ishte e mirë, dhe Zoti ndau dritën nga errësira. Tu themi, ok, Zoti Elohim është e njëjta gjë, por në fillim nuk kemi me nuk është Mesia këtu ja, kështu që mund ta vendosim për ta kuptuar që është ati. Dhe Zoti i quajti dritën ditë dhe errësirën natë, dhe që këtu ka një volum për të folur. Ligji që është dritë nuk të bën të ecësh në errësirë, në mëkat, kur ti e mban. Kur e shkel, vjen errësira, vjen mëkati, vjen zymtia, vjen rëndesa, vjen ajo masandaj faj, vjen zgjedha. Vjen goditjet, vjen sëmundjet, vjen mallkime, thot ati Jahwe, kur e shkelim ligjin e tia. Po jep mëshirë për mira që e duan dhe zbatojnë urdhrimet e atij ligjit. Dhe erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi dhe dita e parë dhe Zoti Jahwe tha, le të jetë në një kupolë në mes të ujrave, që t'i ndaj ujrat nga ujrat. Ujrat nga ujrat. Okej, ujrat nga ujrat. Kemi disa ujra poshtë që janë në qetësi, në nivel të rrafshtë. Dhe janë disa ujra të tjera për sipra. Qielli është blu gjatë ditës, por po gjatë natës, sepse dielli nuk është akoma, dielli nuk është, sepse dielli vazhdon të vijë. Përdallë siç ena dhe kanë rrjedhën e tyre, kanë rrethin e tyre, kanë ciklin e tyre. Dhe Zoti Jahwe krijoi kupolën dhe ndau ujrat që ishin poshtë, ndavi ujrat që ishin poshtë me ujrat që ishin lart. Dhe këtu është ajo kupa qellore që nuk duket për kristalit të padukshëm që mban ujrat lart. Masandaj shikojmë që kupa qellore mund të konsiderohet dhe e tëra, masandaj që ndrahet në 7 shtresat që kemi, masandaj përmbi ujrat është gjykimi që është përgatitur, ke zjarrin, breshërin, të gjitha gjërat që janë atje për ditën e gjykimit. Ke engjëjt që masandaj që shikojnë qytetin, që dhe ke shtresat masandaj dhe autoritetet e engjëjve deri në fronin e Atit, në qiellin e 7. Dhe Zoti krijoi kupolën dhe ndai ujrat që ishin poshtë oqeanet dhe nga ujrat që ishin sipër saj, sipër kujt? Sipër kupolës, kupës qellore. Prandaj ti e di sot që pse është blu qielli, kur është dielli në masandaj që vjen, themi dielli erdhi këthe nga neve, por nuk ka ardhur akoma nga juve. Ndërkohë neve po pastaj dielli është kaq i madh dhe toka vjen vërdall. Gënjeshtrat e nazës, gënjeshtrat e demonëve, që nuk kanë përbën fare shkrimin. Okej, vazhdojmë. Krijimi, siç thamë, të vërtetë, që kjo jep një pasqyrë më të mirë, ujrat që janë lart, që Ati ndavi ujrat që ishin poshtë, oqeanet dhe ujrat që janë lart. Kupa qellore. Ti e di që uji është i bashkuar në të tërën. Ti e di që sipërfaqet e ujrave janë të bashkuar. Si qenë ka ky ujë, masandaj, si u vazhdo ka me këtë ujin, ky ujë nga shkon, nuk, po kush e mban atë ujin?
Tëra manipulime, masandaj që duhet thënë diçka, ndërkohë ata nuk e as shpjegojnë, nuk e din, nuk kanë idenë çfarë është graviteti, nuk japin kuptueshmëri. As nuk e shpjegojnë dot çfarë do të thotë. Si mund të jetë, prandaj bëra të rastin e fizikës që si mund të mbahet një gjë e mbyllur e kapsulluar në vakum me presionin zero, që këto elemente masandaj bien këtu sepse thonë ja, shu gravitetin e ndërkohë themi që çfarë ky presioni zero sepse është hapësirë. Kur ke një hapësirë është zero presioni. Por po të kesh një hapësirë të inkapsuluar, ka presion dhe atëre ke një mirë funksionim, sepse në presion fikojmë që rejtë masandaj kanë mirë funksionimin e tyre, çdo gjë është ligji i termodinamikës, besoj i dyti thonë që tani nuk i mbaj mend, por që një ambient të ketë mirë funksionimin e saj, duhet të jetë nën presion. Dhe normal kupa qellore krijon presionin dhe i mban të kapsuluar gjërat. Dhe njerëzit mundohen të ikin lart. Me çfarë? Ndërkohë hena është përsipra kupës qellore, është përsipra ujrave. Normal që do thonë gënjeshtra dhe ja vajtën, është mësim vete për punë e henës që kush është Artemis, është perëndesha e henës, demoni i henës e quajnë, që bashkoi Trumpin dhe të tjerët me raketat e tyre, me dragonët e tyre. Nuk mund të penetrojë një njeri kristalin e padukshëm që është kjo kupa këtu që mban ujrat lart. Për të shkuar atje, si mund të shkojë një person, nga kush? Nuk e vend dyshimi që ka orbitat që vinë vërdallë, masandaj që ke, si quajnë, masandaj ato gjëra që çon lartë, si më vjen në emër. Por përsipra nuk kalon njeri. Përsipra kupës qellore. Kupa qellore që është fjala rakia, që do thotë firmament nga expanse, nga anglishtja, që çfarë do thotë? Një zgjerim, kupa qellore, një hark i dukshëm, Kjo është nga hebraishtja, që në fillim, një hark i dukshëm i qellit. Amosi 9. Është ai që qëndron në qejtë dhomat e tij të sipërme, qejtë shumës, në dhomat e tij të sipërme, që ka vënë mbi tokë themelet e kupës së tij qellore. Ai thret ujrat e detit dhe i derdh mbi sipërfaqen e dheut. Emri i tij është Yahweh. Masandaj firmament ke fjala nga anglishtja, që prapë po ta shikosh leksikonin e hebraik, Taleti Gesenius, të thotë të njëjtin gjë. Që shumë herë merret fjala heaven, qejtë, do të thotë nga rrenja kupa qellore, e cila duke se është e shtrirë si një kupolë mbi tokën, mbi tasi i padukshëm, mbi tokën e rafshtë, dhe mbështetur në themele dhe kolona normale. Është përkthimi i leksikonit të Biblës, prej të cilës fiu bie ndërsa kalon në për dyer dhe portat e vërshimit. Do të shikojmë, kam këtë foton këtu? Jo, nuk është tu akoma. Në 7 portat që u hapën kataraktet e qellit. Qelli është kupa qellore lartë. Që është krahasohet tot masandaj me vembanimin e Zotit dhe engjëjt supozohen të jetë kupa qellore. Si mbahen kufijt të akujt që ujrat nuk bien? Sepse ka akuj që ti shikon, që janë me metra të lartër, mos themi me qindra metra të lartër. Shikoj çfarë lartësie që të paktën 60-70 metra, mos më ndos më shumë, që janë këto akullnajat që i shikon, ku janë akullnajat? Për rreth. Dhe normal që ka entitete sot që nuk të lejojnë të shkosh përtej tyre akujve, sepse këtu përtej masandaj janë diçka që duhet parë. Ja ta shikojmë këtu, ja ku përtej akujt janë këtu në fund, pastaj këte Enoku pa disa gjëra. Dhe njerëzit nuk duke se kanë parë, por nuk lejohen sepse u krijuan entitete masandaj, qeverit u mblodhën të tërë të botës dhe thanë që bëjnë një tratat që nuk duhet të kalojë njeri këteja.
dhe nuk mund të kaloj njëri ande. Dhe e vendosën që personat masandaj biles kanë shkuar dhe në burg, sepse kanë kaluar për tej Antarktidës. Okej, le të vazhdojmë. Ujrat që mbahen në skajet e tokës, në skajet e tokës janë akunajat që mbahen. Ti e di që uji nuk mund të rafshohet nga logjika tënde. Shikoj liçenin po gradis. Shikoj rezervuarin, shikoj detin e qetë. Shikoj. Neve gjende duke ditur që tërë ujrat bashkohen me njëri tjetrin. Ne gjende besojmë gënjeshtrat e entiteteve që kanë demonët që luten masandaj dhe orisit, që të shikojmë më vonë. Gjende besojmë atyre? Nuk i besojmë Biblës? Drejtuesi mesëm sot, në çdo lloj ndarje, nuk ka perceptimin e saktë për të ditur përse qielli është blu, përse kjo tokë në këtë rast është në këtë mënyrë. Të gjitha aspekte që përkasin një kozmologjie të vërtetë të shkrimit të Biblës, që një person ti duhet ta marrësh. Dhe themi që ati masandaj është diku në dimension të tëra gënjeshtrat e një filozofie neoplatonike që katolik ortodoksi që kanë dhënë në shekullin e 3-4. Filluan të implementojnë, ndërkohë shumë prej gjerëve ata e dinë se kanë teleskopët e tyre në Romë, siç e dimë. Ndërkohë ata thonë masandaj, po s'ka nuk në dimension, nuk dihet dhe këto gjëra janë transmetuar dar viteve. Të tëra thënie që shikon në Bibël, të tëra doktrinat e rreme, çdo gjë tjetër që nuk ka që një doktrinë shëndoshë vetëm ligji i tij është. Fjalë të Urtë 4:2, e para Timoteut 4, ta thot haprazi, e para Titi 1:7 deri në 10, doktrina e shëndoshë. E para Timoteut 1, ligji që është i mirë do ngrihet kundra çdo gjëje që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Ligji do ta mbrojë, se është i mirë, një gjë e mirë të bën të shëndoshë. Ati që është i mirë ka mendjen e shëndoshë, në fjalën e shëndoshë, në besimin e shëndoshë, në ligjin e shëndoshë, që na bën panjolla, pa mëkat, se katin asumur, nuk ime e shëndoshë. Shkelit e ligjit nuk janë të mira. Nëse, lutemi atë të preki shumë për nesh, të marrim të vërtetën. Ja ku kemi vullën e atit, toka. Ti shikon ku shkelet një vullë, ka cepat, le, skajet. Ja ku ke akunajat, të le anash, masandaj, që ujit mos të kalojë, si puna e vullës, kur e shtyp, dhe masandaj kryon, dhe le cenjen. Dhe ati kalen shenja krijimin e tia. Lavdimit të tia. Me të vërtetë qielli dhe qejtë më të lartë i përkasin Yahweh, Zoti ten, toka dhe të gjitha gjërat që janë atë. Qielli, të rast, qielli thot në anë e përgjithshme, hapësira që shikojmë neve. Pastaj qejtë më të lartë qielli 7 i përkasin Zotit, thot, ati është ai, thot, kurse tokën ja ka dhënë njeriut. Kush do të jetë në gjendje të ndërtojë një shtëpi, sepse qielli dhe qielli i qiejve nuk e mbajnë në lavdin e tij. Dhe kush jam unë, thot masandaj Solomoni, biri Davidit, që të ndërtojë një shtëpi përveç se për të djegur të eman përpara tij? Tani vimën e përmbytja e Noasë. Ti mund të kesh pak një uri që një top nuk mund të përmbytet. Si do përmbytet një top? Përmbytet nëse është një ambient i inkapsuluar, i mbyllur. E këto janë 7, masandaj, 7 portat të kjo e kuqja është kupa qellore që ti shikon. Kupa qellore. Profeti Enoku me profetin Moshe që farisejnë të hoqën në shekullin e 2, për çdo urtësi që do të kemi, dhe reformistët dhe katolik ortodoks më përpara tyre i morën dhe i hodhën tutje, por kanë qenë në disa besime, në disa masandaj kombe që kanë mbajtur të vërtetën dhe u morë masandaj dhe u përkthyen disa gjëra, ndërkohë janë gjetur në detin e vdekur.
në rrotullat që kemi dëshmi arkeologjike të Biblës. Përse janë atje? Së bashku me Sanafillën, ligjin për të rirë, të tërë profetët, atje. Profeti Enoku, i shtati nga Adami që profetizoi për ardhin e Mesias, në Juda 1:14, një kapitull po vargu 14. Dhe përsëri i ngrita sy të lartë, thot, kur mori për ardhjen në këtë rast e Mesias dhe për ngjarjet për në kohën e fundit të shëngimit të madh, thot specifikisht. Dhe ngrita sy të përsëri drejt qiellit dhe pashë një çati të lartër. Një çati të lartë me 7 përrenj ujë mbi te, 7 përrenj ujë mbi te. Ndërkohë ai e pa para përmbytjes. Do flasim, është një ditë më vete, si Enoku mas andaj humor, dhe është mësim që ta bëjmë më vete, është gati, është i shkurtër. Çfarë ndodhi me Enokun, çfarë ndodhi me Elian? Dhe përsëri i ngrita sytë në këtë rast, okay, pa çatin e lartë me 7 përrenj mbi ujë mbi te, dhe ato përrenj rrithnin më shumë ujë në një vend të mbyllur. Në një vend të mbyllur. Dhe pashë përsëri dhe ja, burime u hapën mbi sipërfaqen e atij vendi të madh të mbyllur. Vendi madh i mbyllur me 7 lumenj të përrenjtë i quhen. Çatia. Çadra. Ka vendosur një çadër për diellin. Dielli është përsipër, ja ku kemi diellin këtu, duket, këtu është hena. Dielli është një çadër poshtë diellit, ati vendosi një çadër për diellin, që dielli mas andaj të mos na, sepse ka disa zjarre, disa fuqi ai diell, dhe ati na vendosi një çadër për të na mbrojtur, sepse çadra të mbron ty nga shiu, të mbron nga diçka përsipër. Dhe ja ku kemi çadrën. Psalmi 19 thotë, vendosi një çadër për sipra diellit. Për çfarë? Për kupën qellore. Jubilejin të 5:25, që është libri Moshe që mori 40 ditë kur ishte në malin Sinai. Dhe Yahweh hapi 7 porta të qellit, dhe grykat e burimet umnerës së madhe, si poshtë dhe lart, 7 grykat në numër, dhe portat e përmbytjes filluan të dernin ujë nga qelli. Portat, 7 portat, 7 lumenjtë në vendin e mbyllur. Për 40 ditë 40 nete, dhe burimet e umnerës gjithashtu lëshuan ujë dhe ato. Derisa gjithë toka u mbush me ujë në këtë vendin e mbyllur, që një top ti nuk mund ta përmbytësh në këtë mënyrë, sepse një top nuk e përmbyt dot nga ana fizike, logjike. Okej, vazhdojmë. Ezra tha në Nehemia 9:6. Ti i vetëm Yahweh i vërtetë që të ke krijuar qellin e qejve dhe të tërë armaturën e tyre, tokën dhe të gjitha gjërat që janë në te, detet dhe të gjitha gjërat që janë në to, dhe ti jep jetë me anë të frymshenj të gjitha gjërave dhe ushtritë e qellit të adhurojnë. Ushtritë, yjet janë ushtri, engjëjt janë ushtri. Okej. Krijimi. Ujrat që janë lart, qelli në të rast lart, po 7 qejtë, dielli dhe hena me të njëjtën përmasa, kanë të njëjtat përmasa, pastaj dielli do ketë 7 herë shkëlqim të madh, kur krijimi mas andaj të ri për të rijet në atë ditë në qelli tokën e re, dhe hena do ketë 7 herë shkëlqimin e saj që ka tani. Në atë ditë do ketë 7 herë më të madh. Psalmi 69, siç po thesha në takimin tonë, në këtë rast të vëlla motër, o mbretët të tokës, këndojini Elohim, këndojini lavde Yahweh, Selathut. Ati që përshkron mbi qellin e qejve, të përjetshëm. Janë të përjetshëm, nuk do krijuan qenj të rinj, janë të restauruar, fjala kainos në Zbulesa 21, apo Beslidhja re. Është e njëjta fjalë, apo në Luka 22. Do thotë ri për të rinë në statusin që ishte, panjolla, e përjetshme është ky krijim, do pastrohet dhe do restaurohet. Shiko çfarë përkthimi ke. Ati që përshkron me kalë. Ai. Tanë ta kam vënë për ta ditur përkthimin e ALB si është? 1994. Po. Me kalë?
Nuk ka fjalë nga origjinale. Leri këto unikorne këto, një brisha, gjëra të tilla. Nëse, ati që përshkron mbi qellin e qejve të përjetshëm, ai nxjerr zërin e tij, një zë të fuqishëm, foli, dabar, fjala, shqiptimi i tij, krijoi me anë të fjalës dhe frymës së shenjtë, tha Jobi. Pranoni fuqinë e Elohim të Zotit Jahwe. Qelli madje qejtët, asë thot qelli, ana përgjithshme, madje qejtë, pastaj kategorizon 7 shtresat e qellit. I përkasin Jahwe, por tokën ja ka dhënë bijve të njerëzve. Tokën e kemi ne për jetë. Do trashëgojnë tokën. Si tha Psalmi 37 që Mesia citoi në Mateu 5, i drejti, semërurti, do trashëgoj tokën për jetë, sepse ai ka zbatuar urdhrimet e ligjit dhe ka besuar tek Mesia Jeshua, sepse një i drejtë nuk shkel ligjin me dashje. Do thotë Romakëve 2:13. Jo janë të drejta ata që zbatojnë ligjin, po ata që e praktikojnë, ata janë të drejtë. Jo ata që dëgjojnë ligjin, po ata që zbatojnë, dhe ata masandaj do ringjallen për të marrë masandaj tokën e përjetshme. Tokën e përjetshme. Siraku prap, një nga libra që duhet heshtë në Bibël, por nuk është në të tërë. Krenaria e lartësisë qellore është kupa e qartë qellore. Kupa e qartë qellore. Bukuria e qellit me pamjen e tij të lavdishme. Me pamjen e tij lavdishme. Ja ku ke, kupa e qartë qellore. Në kohë, ne shikojmë në një farë distancë, syri sa mund të shikojë, por janë hapësirat. Pasandaj, por ne shikojmë ujrat të paktën që janë përsipra, siç e pamë këtë rast ujrat, siç ujrat që janë përsipra, ja ku ke ujrat. Përsipra, këtu është ajo kupa e qartë qellore. Kupa e qartë qellore. Okej. Prap, Apokalipsi Abrahamit flet për çfarë? Për shtresat. Lavdime të tjera. Dhe ndërsa ai ende fliste, ja hapësirat poshtë meje, qejtë u hapën. Dhe pashë në kupën e 7 qellore, ke pa, mbi të cilën qëndroja thot një zjarr të përhapur, një dritë, një vesë, një turmë engjësh, një ushtri lavdije të padukshme, dhe lart mbi krijesat e gjalla që kisha parë. Nuk pas askush, thot askën tjetër atje. Shiko tani, në kupën e 7 qellore, prandaj kemi kupën e 7 qellore. Prandaj kemi disa që thotë edhe profeti Enoku, do ta kishte vënë shkrimin, por e thotë kush ndodhet në të parën, prandaj janë vëllezër që kanë bërë foto të tilla dhe pasandaj kanë parë shkrimin që Mesia thotë, ju du ta dini, thotë, po ju nuk e njihni shkrimin që në atë mbretërinë që po vjen nuk do jepen në martesa, thotë. I thotë farisejve, ju nuk e njihni shkrimin. Ai shkrimi ishte profeti Enoku që po thoshte, po citonte, që shprehen masandaj që nuk do jepen në martesa, thotë engjëll, thotë, në kur të vi masandaj dhe neve në njëjtën kohë, të vi krimi i plotë, i përsosur, 7 kupat qellore që janë dhe në vendodhjet e çdo entiteti dhe çdo gjëje që ati ka krijuar në lavdinë e tij. Krijimin e tij, kozmologjia biblike që ne duhet të mirëpajisemi sot, me çdo mirësi që na ka dhënë shkrimi, por zanafilla është edhur tutje, masandaj janë edhur tutje dhe librat e tjera dhe i themi, pseudo, masandaj ja futim këta libra nuk e di, ndërkohë buçet në Dhjata e Re. Buqasin profetët për librat që citojnë në vargje, Juda citon specifikisht nga Enoku në librin e tij, Juda 1:14, citon Enoku 1. Masimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për shtegu